Mirë, faleminderit, përshëndetje. Përshëndetje. Tha mu më s'fal pa që unë. Bashkër thati jo. Drena shumë vite në treg, cilësi e garantuar, nga duke filluar me pije të ndryshme, qumshtin e keni si prodhim parësor, po e tham kështu? Sigurisht. Kështu Drena operon qëllimet vetë në tregën e Kosovës, është lider sa përket industrisë qumshtit, janë mbi 98 artikuj. Mirë po tash që një vetë kina dalë me pije, në më thonë sektori lonxhave, pije energjike edhe iced tea. Sigurisht në synojnë jo vetëm tregun e Kosovës, po dhe jashtë, sa produkte është të pëlqy shumë. Për ndryshe, ju mundi me provu dhe vetë, mundi me dhejtë bateritë që thujnë bineve. Unë po dua edhe karrotën. Okej, karrotë. Okej, mirë vjen Sara. E provojna linjen e pijeve Ruko. Masi bukum hongër, një ajran më kishku. Qa po pinte? Një lën karrote. Jo, unë po du një ajran. Të kënash, Unë e pita para se marrë këtu. A e pita? Ama hapë se e ka mikrofonin dorë. Unë ja shpoj kështu 2 bira, a e ki këtë trikën e vërte? Jo. Po, se ta provoj lëngur karotës nga linja Ruko. A më dhe kameramonë, shonë atë fëta. Tash e marrë pjen energjike, se unë qështu e përzi lukëthin e bajlam, shkas qas. Kamera, po vini që kënena, na po dalim qështu që ju mi po edhe produktet e tjera që vinë nga Drena, janë nuk e di fantastike, që po e provoj që tash. Drena është pjesë shtëpisime, e tryezësime, e mëngjezeve, drekave, fëmijat e mi marrin ushimet ma shëndeshme prej Drenës. Ej, shumë e mirë koka, Sor. Merë një 2 gjep me vetin a vinë Jo, mëre tash. Ruko, a mu shti makne, okej. Hej, ajronat i keni perfekt, me thonë une nuk e nisi dreken pa ta. Se më tha hera nina herë kënina, ta shumë po dalë këtu edhe... Hinën mesa? Po, qevesh pak, t'hin mesë. E ndu ambre, pritë se po vi me ty shtynu pak. Shkoni ndosh i krejtë zë në arri. Ej, fantazi. Po du me provu edhe pjen energjike. Tash nëse fluturon shëndriti mesun e këtu, edhe e bojmë mbylljen e live-it. Nëse është të trajneri fitnessit, e bone namin. Dishka i thamë, që jam të pije energjike, po garant për këtë pije ka më thonë pe vazhdoj se a është Ruko, qaq kryet puna. Ja, na mytë e shëndrit. Apo fluturojnë? Me leje? Po, faleminderit shumë. Wow. Se prej këtu po fluturojnë, më shëndrit se kena me shku nga nga vjetuzuar. Hej, fantastike koka. Do me thonë, energy drink, Ruko Power, pijet Ruko bio 100% prej këtë gjitha pembe, ka të portokallit, vishnjës, mollës, unë e provova karotës, dredhës po ashtu, dredhza. Të gjitha. Investim në kualitet edhe në cilësi, edhe i kanë në paketimet të mëdha, që kjo koka ideale, unë nuk pas në po kur shim atë mirë të lëngur karotës. Kur t'jesh me grip vije bini që se edhe thamë. Edhe që jam me grip, kështu që hajde nesër. Vi me një langë. Këto... Kjo edhe është biseda jone e fundit për sonë të shëndrit, sepse na dy kena me shku në televizion, edhe me u lidh bashkë me mishton, me Prime Ver, ku i kemi 2 super mikesha bashkë, po do t'i kuptojmë avon. Por para se me shku, po du me falenderu Rukun edhe Drenën që ruktojnë bashkë me neve, edhe një falendrim qytetar për gjanat kaq cilësore dhe kaq qeshme që i keni në treg. Faleminderit shumë, mas pari nga pëlqen që ndani përshtypje, po thuja me shumicën e konsumatorëve, derisa shija mund me ka variabile, po jem të kënaqur që jem pjesëmarrës mas pari këtë panajër, edhe më e mirë është që përshtypja është më e mira për produktet tona. Kështu që faleminderit shumë, vlerëse edhe kuani. Nice. Ju jeni shumë modest, është variabile, po janë më të qeshme, është më cilësore. Unë halas kom një